Dim të gjithë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte disa fëmijë që Zoti furnizoi me ta në këtë botë. Megjithatë, ajo që dihet gjithashtu, fëmijët meshkuj nuk jetonin gjatë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ashtu që dihet historikisht, vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë rrit, janë martuar dhe kanë jetuar, ndërsa fëmijët meshkuj zakonisht kanë vdekur të vegjël. Njërin dhe fëmijët që i vdiq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fazën e vogël, kur ai ishte fëmijë, quhej Ibrahim. Njërin nga fëmijët që transmetohet se e ka dashur shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një fëmijë që thuhet edhe në rrugë, edhe të shokët e tij kur ka shku, shpeshher në gryk e ka marr atë. Megjithatë, ishte përcaktim dhe vendimi i Allahut që pejgamberit mos jetonin më gjatë fëmijët meshkuj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rastin e vdekjes së Ibrahimit, sigurisht që ishte në pozicionin e prindit kur ati i vdes fëmiu. Dhe dihet që i ranë dhe lot. Po megjithatë, ai edhe ishte durimtar në raport me urtësitë e vendimeve të Zotit. Ai gjithashtu ishte besimtar në kaderin, caktimin dhe vendimin e Allahut. Dhe sigurisht që një pejgamber ishte 100% i mbështetur në madhrinë e Allahut dhe 100% e pranonte urtësinë e vendimeve të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi me atë rast, ani pse çajti, ani pse i rrëdhën lot, megjithatë u pajtu tërësisht me vendimin e Allahut. Të nderuar vëllezër, ekziston një ngjarje me këtë rast, në cilën na po dyna monal pak bashkarisht. Kur i ka vdek pejgamberit, djali i tij Ibrahimi, çat ditë që kanë varros Ibrahimin, çat ditë u nxin dielli. Ose i ashtu quajturi eklipsi i diellit. Dhe një pjesë bukur e madhe muslimanëve atë ditë e kanë komentuar zonin e diellit, eklipsin e diellit, e kanë komentu me vdekjen e Ibrahimit. Se, domethënë, edhe dielli u hidhru, edhe qiejt ko kanë hidhru me vdekjen e të birit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndëgjoi këtë çapo çarkullon mesin e njerëzve. E ndëgjoi këtë bindje të njerëzve se sot shaj hidhrimi për vdekjen e të birit ose shaj madhrimi për vdekjen e birit pejgamberit u zun edhe dielli. Dhe të nderuar vëllezër, me atë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshironte të ndërtoj opinion muslimanëve, të mësoj me pas qëndrime ndaj këtyre gjonave. Sot, na muslimanët, kur ndëgjojmë për gjona të ngjashme, për paralajmërime të ngjashme, megjithatë na duhet kemi qëndrim, na duhet dim çysh mu sjell karshi, që të ne informata. Fatkeqësisht, ka njëherë nuk po dina bën mu sjell karshi, që të në ngjarjeve, për të cilat na ka mësuar i dërguari i Zotit, na ka mësuar vetë Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, po du mu nal shkurtimisht, çysh i ka mësuar pejgamberi shokët e tij dhe muslimanët, mu sjell karshi këtyre ngjarjeve kozmike të mëdha. Dhe me atë rast të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka komentuar ndryshe këtë ngjarje. Ani pse, po t'ishte dikush vend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do ta përdorte për propagandë këtë ngjarje. Po t'ishte dikush që don me ndërtu personalitet fals, që don me ngrit veten me gënjeshtra dhe me rrena, që shko shumë sot, kish me përdor ky ish rasti mirë me thon, a pesheni kush o Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A pesheni që kur të vdesi biri jam edhe diellën gjendje munal. Kjo ishte rast i mirë për me shfrytzu për propagandë. Po t'ishte pejgamberi njëri që don me ndërtu personalitetit tim i këto gjanash. Po ne dim që ai ishte profet, ishte i dërguari i Allahut, dhe ai e refuzonte dikush me ndërtu personalitetin mbi gënjeshtra, ose mbi shenja të cilat nuk kanë bojnë me to. Nuk donte ai kësi personaliteti, ai u tregu modest, nderuar vëllezër. Kjo në fakt shpjegimi tani që do ta ndëgjojmë e paraqet madhështinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jam mbyll gojën gjithë atyre që thonë se Muhamedi ka dashur me kriju personalitet edhe fam të arab. Po jo më falni, që kjo është një rast
prej rasteve kur pejgamberi nuk ka vrapu për famë, se o konë rasti volitshëm me propagandu famën, me thonë po, sigurisht që nëzinë dili, ka dhe ma shumë mundësi me ndodhë, se vdeki birim. Ndëgjojeni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Vllazni, dielli dhe hona nuk nxinen për vdekjen as për lindjen as kujt. Nxinen kur des ose lind dikush. Ato e kanë rrugtimin e vet. Fa idha ra'aytumuha fasallu. Ato janë dy shenjat e Allahut, nuk nxinen pse vdes ose pse lind dikush, veç kur të shihni që ka ndodhur, faluni. Çështu po i mëson pejgamberi musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka refuzu me ngatru gjonat ose mrekullit në gjithësi ose proceset në gjithësi, ka refuzu me ndërlidh me emocione. Ani pse muslimant e lidhen emocionalisht ngjarjet kozmike me emocionet e tyne, po ai refuzoi, tha ato janë shenja, ato ecin vet, mos e lidh në emocionet me ngjarje kozmike, ato kanë rrugtimin e vet. Sot për shembull është interesant, sot bota po don ngjarjet kozmike me akthy me lidh me interesa, me ideologji dhe me besime të kota. Pejgamberi po përjashton çdo mundësi që emocionet e njerëzve, planetet edhe ecurinë e planeteve dhe notimin e planeteve me lidh me emocionet dhe me interesat e dikujt. Planetet janë më të posura se mu lidh me interesat e dikujt. Edhe me atë rast thanë, qofse i shihni, faluni, bëni namaz. Kjo është të nderuar vëllezër, shpjegimi i Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qofse nxinen, qofse ndodh eklipsi ose i ditët e sejanës, e sigurisht që mësimi i dytë tani që na ka dhënë Allahu i Madhëshëm librin e tij, kur ai fol drejt për zdrejti për diellin dhe hanën, thot: "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi-dhiya afala tasma'un." Thuaj o Muhammed, sikur Zoti ta bënte natë të vazhdueshme deri në ditën e gjykimit, cili Zot do të mundte ta bje dritën? Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuaj krejt njerëzimit, sikur Zoti të donte me bë krejt natë vazhdueshëm deri në ditën e kiametit, cili Zot do të mundte me pru dritën pos Allahut? Afala tasma'un, as po kuptoni, as po ndëgjoni? Ndërua vëllezër, ky ajet na tërhiq neve të një kuptim i rëndësishëm, kuptimi i shenjave të Allahut. Pse ndodhin këto në gjithësi? Që njerëz më ia ditë vlerën edhe natës edhe ditës. Më na tregu Allahu se edhe nata edhe dita janë shenja të Allahut, Zoti i lëviz planetet. Gjithçka në këtë gjithësi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, dhe s'na mbetet tjetër vetëm u dorëzu para krijimtarisë të bukur të Allahut azza wa jall dhe mi pranu si fenomenet natyrshme që është i lëviz Allahu i Madhëshëm, edhe gjithherë me marrë mësim, që është na porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto gjona nuk lidhen me njerëz që avojnë poshtë, ne, e dyta, kur të shihni, faluni, e treta, mendonin fuqinë e Zotit se një ditë më ne bën tërë krejt e s'ka kush që bie dritën, ose një ditë e bë dritë krejt, e s'ka Zot tjetër që bën terën pas Allahut Madhëshëm. Zoti na fal gjithë. Nëse ndodhin këto gjona të gjashme, lutja Allahun të jemi të përgatitur. Edhe të kemi qëndrimin tonë në raport me këto gjona ashtu siç na ka mësuar pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.